Përshëndetje, mirë se erdhët në videon e radhës. U bë shumë kohë pa u parë, kështu që tash po hap një vlog tani sepse kam shumë gjëra për t'ju treguar. Si fillim tani jam bërë gati dhe po ta për kafe në fakt sepse unë pa pirë të kafen time nuk është se më shkon dita mbar, nuk më shijon asgjë. Vendosim dhe pemën sot, kështu që prandaj kam hapur edhe këtë vlog në fakt sepse ka shumë gjëra që dua t'ju tregoj sot. Edhe shpresoj që t'i arrit t'ju tregoj juve të gjitha se gjithmonë hap vlogun dhe kam shumë gjëra për të bërë edhe hutohem. Nëse kjo është temë tjetër, tani do dalim se po më pret brojsi me Gerin te dera. Ja, po më thret brojsi tani. Edhe do kaloj dhe tek DM-ja, sepse kam për të marrë dhuratën e 1 vjetorit brojsit. DM-ja dhe Rosman që të më bëjnë dhurata për bebe kur lindin edhe për 1 vjetor, kështu që po, ikim. Brojsi don të filmoj kicat e vet, do t'i tregoj. Ikim për në shpinë, a mori Geri se na zuri shiu, ne gjithmonë mu me brojsi na zër shiu sepse unë s'përdor çadër. Në fakt nuk e di ku ka qenë hera fundi që unë kam marrë çadër me vete, nuk e di tani është mirë është keq, po nejse. S'na ka gjetë gjë deri tani. Isha tek Rosman dhe tek DM-ja. Bralica Bleri do ta tregoj kur t'ikim në shtëpi. Edhe po. Brojsi është aty tek Soxholina. Do bëj edhe drekën për brojsin. Lasim në shtëpi? Ha? Jete. Vleva këto çorape për brojsin, ishin ofertë nga 4,90 €, 5 €, 3 €. Me këto gjërat poshtë që ndihmojnë teci dhe mos rrëshkas. Mora këtë, kjo është dhurata e ditëlindjes tek Rosman për brojsin. T'ja tregojmë gocave tek vlogu. Shime have, vajt më thot. Shikoje, edhe për ta marrë bebin, është vizore, për ta marrë bebin, ger, deri 100 cm më duket. Brojsi e ka luqë. Po më po e ka kalu. Pret, se mos bëhet brojsi pis. Shikoje, si këto qeforët e vogla. Në njerëz, shumë interesante. Dhurata 6 po filmoj këtë videon, edhe këtu në Gjermani, do të thënë kur kam qenë në punë e kam marrë vesh, sepse nuk e dija. Gjithmonë na linin diçka tek sirtari ose tek tavolina, sepse është dita që vjen Nikolaus, si papagjyshi. Edhe thash okay, pse mos e bëj dhe unë brojsi këtë, sepse normal. Dhe kam blerë një dhuratë të vogël që do ja vendos tek dera tani. Edhe do i bi zile sepse brojsi e kupton shumë, kur bie zilja e di që ka ardhur dikush. Edhe është diçka. Mora një furrë dhëmbër sepse nesër do udhëtojmë për në Budapest. Edhe atje do takojmë dikë tjetër që është Dora me Oheman. Primko që donim të bënim një udhëtim. E kishim lënë kështu si pezut, pastaj një ditë folëm. Ikim këtu, bëjmë këtë dhe vendosëm brenda ditës, prem bileta. Pam edhe për një Airbnb, me që kemi edhe bebat, edhe normalisht që duhet një Airbnb më rehatshëm me kuzhinë që të gatuajmë për ta. Edhe po, mezi po pres dhe nisim në nesër, kështu që prandaj dola fakt se doja të bëja edhe disa blerje, një furrë dhëmbësh. Bleva edhe 2 libalm, një për mua dhe një për Dorën, dhe i marrëm vete këto. Edhe 2 kështu iPatches edhe këto për një për mua dhe një për Dorën. Si kemi në darkë për flim bebat, shijojmë tamam. Dhurata nga DM-ja ishte ky libri. Edhe kjo është dhurata e brojsit. Brojsi, kjo është dhurata jote. Këto puqe janë dhuratat e tua, ma. Bravo! E bleva dhe këte, bleva për Ohema në fakt. Unë s'kus se kam valirë dhe u mundoha të marrë diçka që nuk më zë shumë vëndë dhe mora këtë kukullën shumë të bukur. Edhe këtu që bëm të zhurë më kështu. Edhe po. Edhe do marrë shumë pak gjëra sepse ne jemi vetëm 2 ditë, kështu që do mundohem mos të ngarkohem kot. Edhe po. Tani besoj se për pak të vendosim pemën, kam edhe disa video për të bërë që dua t'i lë të kryera, në thonjza. Kjo është pema që kemi marrë dhe këtu janë, kjo është këmba pemës. Edhe do vendosim tani dhe do fillojmë ta zbukurojmë. E mira e pemës natyrale është që nuk është se ka shumë punë, pra që ta vendosësh, ta hapësh një nga një, edhe do fillojmë ta zbukurojmë. Po. Edhe këtu është blojsi me pu. E kishë shëngu. Kull. Vëshlitari ka ngi që sajnë. Kjo është pema jo, ne na pëlqen shumë se është natyrale dhe ka dalë shumë bukur. Tani do ham bukë, për ne ka shpecle me kërpulla, kurse brojsit i kanë bërë një supë. Jo jeta ime. Hape mama, hapa. Opa, hape. Opa. Po shef kamerë, është fiksu fare. Një brojsi po flen e po hapët e tina edhe po shohim filmin e Shrek.
Është një film turk shumë i bukur, fakt ka kohë. E shef tek. Është shumë i bukur. Ka kohë që e kemi filluar. Gati çantën tani. Edhe do të bëj vetëm pak se çfarë do marr sepse jemi si gjithmonë vonë. Që nuk duhet të thënë gjë. Okej, tani kam marrë këtu pjatën e brojësit. Këtu kam pampersa, kremra, gjëra krahër, kështu gjëra të vogla që duhen për bebe. Këtu kam futur pampersa, në fakt Dora më ka thënë që kam valixhe, kështu që mund të marr gjëra më shumë. Kam marrë ajo më shumë pampersa nëse do më duhen. Pastaj këtu kam marrë snacks për rrugë, si të haj brojësi snacks, po i bëj të drekën që t'ja marrë me vete. Kam marrë, kjo është në fakt për kështu, për qumush formul, në kam pasur të re, nga që s'kam përdorur formul. Edhe përdora tani për super ide. Këtu kam futur avokado, këtu ka banane, kastravec edhe mandarina dhe janë kështu të ndara. I kam marrë edhe, kam në kuzhinë një piru që t'i haj këto me piru për shembull avokadon, edhe këto tjera do ja jap në dorë. Këtu kam marrë një body, po në raste emergjente, nuk besoj se shpresoj mos na duhet. Kam këtu që mos të bëhet pis kur ha ushqimin, do e marr patjetër sepse normalisht në shtëpi e ndroj le të bëhet pis, e ndroj 3 herë në ditë sa herë ha bukë. Ti vë këtë se nuk e do, po që atje do ja vendos sepse po nuk e kemi luksin e shtëpisë dhe nuk mund t'i ndrojmë rrobat çdo herë. Ja brojsi? Do fusim këtë lodrën që kemi bler për ohemën, do fusim këto të dyja që u tregova dje. Këto, letrat lagura. Këto do marr për vete, duke qenë se do jemi shumë në lëvizje. Edhe të paktën të haj gjithmonë diçka si arrat për qumsin e gjirit, që të ketë ndyrë ngopse për brojsin. Tjetër, po, dua të marrë edhe këto vitaminat e gjithënjes, por nga që është kjo pak goja madhe, nuk e di tani. Kam futur këtu një kostume, kam futur këto qeset me vakum, edhe një triko trash. Kur thonë në dimër është pak problem sepse rrobat janë shumë trasha edhe po s'ke çat marrësh, të mbushet çanta me 2 triko, kështu që e bëra me vakum. Ka edhe pak fare vend për brojësin. Nuk do ngarkohem shumë, i kam marrë një kostum brojësit që mos të pas më një për kombinime, një kostum blu. Edhe një kostum që ka bezh që do ja vesh sot. Edhe po, kështu do të thënë kjo është shumë uja për momentin. Edhe nuk është se kam edhe shumë kohë, po i bëj edhe drekën ndërkohë, mish me lule lakër, makarona greke ato kritharakit edhe kungull. Pak kështu rënj selinoje, nuk di si quhet ai topi selinos, domethënë. Po. Tani po ikim. Nesa zbritim do i flasim më vonë për udhëtimin dhe brojsi tani do haj bukë. Kemi marrë këtu bukën e brojt. Nesa po erdhëm te hoteli tani do i bëj një room tour. Kemi marrë një Airbnb në fakt sepse më jemi me bebe është më mirë edhe kemi kuzhinë, kemi dhomë pritjeje, gjëra domethënë. Edhe fillojmë me banjën me që jam këtu. Kjo është banja e lavamani. Shumë super deri tani jemi shumë kënaqura. Këtu kemi përshira, shampo, ka edhe vaj, tuka që ka me ngrohje se vjen ngrohje. Është ndërtesë e vjetër, por shumë bukur. Kjo është dhoma e parë, kjo është dhoma ime dhe e brojësit. Tu do flenin të dy sonte, po do heq komedinën, ty krevatin deri në fund sepse po që brojësit flenin e cep edhe mos më bjeri natën. Kjo është një komedin, të 2 koltuqet. Banja që në ka veçmas. Pritje se kemi beba këtu që nuk i tregojmë. Kjo është kuzhina, tani nëpër tokë do shikoni shumë lodra dhe gjëra, po është normale. Ne ishim në supermarket edhe blem disa gjëra, patate tëmbël, kungull, hurma, panxhar, banane, kastravec për bebat. Blem edhe kështu pistakjo për ne, për mamat. Këtu vendosim diçka për bebat, do bëjmë pure me patate, hurm, kungull dhe pak tërshër. Edhe po. Kjo është ohema e vogël. Kjo është Dora që ka thënë do xhirosh ti patjetër, unë do xhiroj se kam marrë kamerën. Edhe nesër ka thënë, o zot, njerëz nga fut në punë. Ai është divan, koltuqe, tavolina, mos shkoni se i kemi mbush, po vetëm mamat na kuptojnë, tjerë do na gjykojnë. Tjerë do thonë masi e pas kanë bë venin. Kjo është dhoma tjetër dhe kjo është super. Do shtysh të murit ti? Pas këtë dollapin atje. Ka shumë hapësirë. Hajde brojsi, hajde. Brojsi do ta hajo him. Unë dhe Dora s'kemi ngrasë një gjë në lirada ne mamave. Dora? Pime si pim. Ne mamat, hajtë ma.
Brojsi u kput ma tu eksploru. Bravo, Brojsi. Kone, kjo është darka e Ohemës dhe Brojsit. Tërshër, patate tëmbël, hurm edhe kungull. Shumë e mirë. Do kishim preferuar pak vaj ulliri, po ka gjë. Brojsi po... Mi mëngjesi, ne jemi zgjuar tani, është ora tiku tek 8:30. Në fakt jemi zgjuar që në 8. Nata ime ka qenë nuk e di. Në zgjuar rreth nga ora 3, edhe përveç kësaj ishte lagur dhe më duhej ta ndroja. Ai nuk donte, qante. Jam zgjuar si me hund sot sepse mua ngrofsut pak më bëjnë hund. Të shtëpia nëse i ndes shumë, ose i lën ndesë gjatë kohës, dhe të ka qenë ndesë dërë të gëdhoma pritjes. Dje nuk ose bëm ndonjë gjë, pasi kemi bëm beba gjumë dorën për të marrë në gjë për të ngrënë, edhe të më thënë doli dora, ndenja me bebat. Edhe kemi bërë muhabet deri nga ora 12, kemi hapur pak zemrën, kemi folur disa gjëra. Edhe pasaj pjetëm që mos t'ishtë mësot shumë plogëra. Sot e kemi ditën full që ta shijojmë, do më thënë, sepse nesër ikim herë, kështu që nuk është se mund ta shijojmë 100% në ditën. Shoke. Bëjës, Prefse lapsash? Nisa po u bën gati, kjo është dora me Ohemën, e tani të dalim. Beba du në gjumë, që është perfekt. Po bën me gishja, të dalim. Do dalim. Edhe do shijon sot ditën, në dora kështu kemi lënë. E meritojmë. E meritojmë për zotin. Ditën e mirë, beba. Bye. Gjumë të. Më duket shumë bukur, në fakt. Kur i tregova Gerit, tha duket si burg, po. Jo, shumë tipik kështu. Është pak qetësi, po është bukur. Që filme edhe juve? Shikoni pak Brojsin dhe Mamje Donën. Po dalim tani do kënaqemi me Brojsin. Po, shikoni pak sa bukur jemi njësoj. Kam burë, palto. Edhe aks nga komt. Po, se të të bajnë ngrohtë, si ndrojmë asnjë gjë tjetër, me të drejtën. Edhe pse jo gjithmonë kombinojnë, them rëndësi ka Pak të ndimër, jemi mirë. Nëse po hëngrëm mëngjesin, tani po ikim te Christmas Market. Kemi parë një, është 13 minuta larg, po. Tani na kanë ngel edhe 10 minuta. Na, pas kemi vë 3 minuta. Brojsi bëri më shumë gjumë. Po. 2 orë gati. Gati 2 orë. Po kemi marrë 1 orë 40 minuta. Kalku. Po, edhe pak buksate. Hangër? Që janë mirë. Super. Na shohin njerëz gjithkohës ne me kam. Po, po kur nuk jete qytetit që jeton ose në Shqipëri për shembull, nuk ke shumë sikletë. E ke Se si njeh njerëzit këtu. Po, hajt. hajt, po super. Po kemi te Christmas Market, morëm në këpijet e ngrohta. Tata! Mundohemi shumë t'i pijë. Erftof, do me thëmë, të kemi erftof. Bravo Brojsi. Kërë Brojsi të qesh me ironi. Edhe është shumë bukur, ka shumë njerëz. Edhe po, tani do ikim se do hanë beba drekën. Uqip? Ja dhe Mami Dona me Brojsin. Djali më i mirë Broj. Ja ku jemi prap ne të dyja, kemi vënë bebet në gjumë, prandaj po flas shumë me zot tullët. Edhe tani po është ham në pim çaj, se jemi lodhë, në fakt. Po, e meritojë, si gjithmonë. E kohën dhe mamit. Të bëjmë një video. Jemi gati për night out. Po, Mama të bebat. Është pak ora, është vonë në fakt. Ushqe. Se si shtypës ne është 0. Bravo. Shkoj pak, sa Ora 2. Po bebat janë çu shumë vonë. Bon, 6 saj. I qumë nej, se ishim një fletë këto. Po, e tha mos kujtojnë se është natë dhe do fletë, si që kishë ra herë në fakt. Shitash super mama do bëjnë jetë natë. Ne jemi zi gjithëm restorant dhe jemi në bebat edhe kemi porositur makarona dhe për bebat makarona pak rejt vetëm me gjak. A porosit? Po. Brojsi po hap gojen për bukë. Hap le purushi. Hap.
Ne po ikim tek varka, po shpresojmë që bëjmë ndonjë xhiro. Shpresojmë. Është vonë fakt se hangëm darkën, po s'ka gjë. Ndoshta kemi fat. Po pra, të shkojmë. Shpresojmë që do. Po, ta Shikoni përndryshe pak sa do vim bukur. prap Dora. Se Do i vim, bie që kemi lënë Po, diçka pa bë. Shikoni pak sa bukur është këtu. Dora më tha, tregoj pak për. Budapesti është nda me lumin Danub, që është një pjesë Buda, dhe tjetra është Pesti. E ne do Budapesti. Gallak. Shojmë ta shojmë edhe Budën edhe Pesti. Ora është 21:29 edhe i fundit ka qenë në orën 21. Po, nuk është shkruar. Ska gjë, me edhe ndaj këtu. Po, Shumë bukur. Kur ta filmojmë këtë? Shiko pak sa bukur. Wow, shiko si duket në kamera. Aty do të kishim qenë ne. Po. Po ti marrë. Shikoni sa bukur e dona me gruajsi. Mirëmëngjes, ne jemi zgjuar të bëhemi gati të lëmë shtëpinë tonë 2 ditore, jemi të kënaqur shumë. Po thoya Dorë që nuk po miket, se e kemi shijuar shumë pak dhe të kishim dashur të kishim pasur pak më shumë kohë, sepse Budapesti do pak më shumë ditë dhe ka shumë vende që donim të shkonim edhe po, nuk e doli koha. Normalisht se ku je edhe me 2 bebe, nuk mund të rish gjithë ditën jashtë, por duhet vish edhe pak në shtëpi që të pushojmë bebe. A shpirti? Po të lutem, jo, le e karikim, të s'kena karikim. Luqi, do ikim në shtëpia dhe ngelim në rrugë pastaj. Lutem. Do s'me diçka tjetër. Rita ime. Dora me Ohema ka pak që ka nikur, ato e kanë avionin 1 orë para nesh. Kur bëjmë gati të dalim direkt. Mundohem që të marr autobusin, nëse se qepa sa të marrim edhe ne taksi. Në autobus bën rruga diku të 30 minuta, kurse me taksi diku tek 20 minuta. Kurse është në diferente madhe. Me që s'po më rrit e bojsi, me kaq po mbyllu këtë video. Jemi kënaqur shumë edhe duhet të bëjmë prap një udhtim me Dorën si ky përgjithsisht kemi shijuar shumë. Edhe me bebat kemi pasur orare të njëjta, më kujtoi shumë Ohema me Dorën, se u kënaqem shumë dhe u mësuam pak. Kështu që me kaq po mbyllu këtë video edhe faleminderit Ohema dhe Dora.